Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt përse drejti nga kompleksi sportiv Zmijani në qytetin e Shkodrës, ku po luhet finalja e kampionatit futbollit 5x5 në futboll me kategorinë e moshës plus 40 vjeç, një kampionat që organizohet për herë të parë nga Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me shoqatën rajonale të futbollit Shkodër. Në finale po luajnë ekipi i veteranëve të futbollit të Vllaznisë, që është në krahun e djathtë të ekranit me uniformën e kuqe-blu në krahun e majtë është shoqata rajonale e futbollit Shkodër. Këto janë dy skuadrat më të mira që janë kualifikuar pas disa tureve rradhësisht të zhvilluara për rreth 4 muaj. Një kampionat shumë interesant që ka nxjerrë finalet si shtam me ekipin e veteranëve të Vllaznisë me emrat e spikator të futbollit shkodanllat i shqiptar dhe shoqatën rajonale të futbollit Shkodër. Luhet pjesa e dytë. Rezultati është 3-2 në favor të ekipit të shoqatës së veteranëve të futbollit Shkodër, ku për ekipin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër kanë shënuar Denis Zmijani dhe e tret Nika 2 gola. Nika ka të drejtën e këtij faulli për shoqatën rajonale, e tret Nika, autori 2 golave dhe autori 29 golave në shifrën e përgjithshme. Ndërkohë që për shoqatën rajonale të futbollit të Shkodër kanë shënuar Mashi dhe Lici. Avenir Dani, portieri i ekipit të veteranëve të Vllaznisë, një emër i spikator. Për të ndjekur këtë finale kaq interesante, i pranishëm është dhe antari i komitetit ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Cungu, i cili është si përfaqësues i Federatës Shqiptare të Futbollit, duke shijuar prej së afërmi këtë finale të mirë pritur në mes veteranëve të futbollit Shkodër dhe ekipit të shoqatës rajonale. Në fakt Armando Cungu mund të duhet ishte në fushën e lojës, sepse ka luajtur vazhdimisht me këtë kategori. I marrë një impresion në Armando Cungu që është i pranishëm. Cungu, po luhet një finale interesante, një kampionat që zhvillohet për herë të parë në Shkodër dhe në Shqipëri. Në event shumë i bukur, komplimente shoqatës rajonale e Shkodrës dhe tues aty në zotit Laze Martia dhe Eugen Zmijanit, të cilët kanë organizuar një diçka të veçantë. Komplimente gjithë ekipeve pjesëmarrëse pa tjetër, të cilët po shoh një finale shumë të luftuar mes ekipit veteranëve të Vllaznisë dhe aty në shoqatës rajonale të Shkodrës, por që në fakt pothuajse është dy Vllazni i bashkë, që një pjesë e mirë edhe shoqatës janë ish lojtarë të Vllaznisë. Dhe një diçka shumë e bukur dhe një emocion i mirë. Do doni të ishit në fushën e lojës? Po, dëshira ishte, por s'kam pas mundësitë fizike për shkak të një dëmtimit në kam që kam pas. Edhe kështu që ma eta pasiv, sidoqoftë janë lojtarë që kanë bërë shumë të Vllaznia në vite dhe është kënaqësi të shish prapë të luajë. Ndoshta edhe pozicioni që aktualisht keni tashmë në federatë antar i komitetit ekzekutiv në FSHF, ju mundson të jeni në rolin e një të deleguar, sot do të dorëzoni edhe trofet fituesve. Patjetër. Edhe si antar është një diçka pothuajse e përvjeshme, të cilët her mas herët në evente të tilla, qofshin futbollit 5+5, por edhe ekipet mosh apo Super Leagues, në përfundim të çdo sezonit shpërndahen medaljet, por edhe kupet për fituesit dhe gjithmonë janë parëndishëm
antar të komitetit. Në këtë rast më ra mundësia duke qenë edhe që jetoj në Shkodër dhe përfaqësoj zonin pothuajse veriut në veçantë të Shkodrës, kështu që ndihem i vlerësuar, por njëkohësisht edhe kënaqësi të dëzoj kupen, mund të them me plot gojë miqve shokëve të mi. Falenderoj Cugu, por që duket që kupe nërman do Cugu pak deri tashmë që rezultati është 3-2 në favor të shoqatës rajonale, do t'ja dorëzoj jo kolegëve të fushës, por shoqatës rajonale që ato janë kolegë, po jo kolegëve të formacionit Kuqe Blu. Rikthehemi në fushën e lojës, Denis Zmiani në këtë aksion për shoqatën rajonale, gjuajtje fort ka pritur portieri Avenir Dani i ekipit të veteranëve. Shoqata rajonale futbollit Shkodër kryeson me rezultatin 3-2 në këtë pjesë të dytë dhe ka pritur Bepin Maka. Një pritje me të vërtet spektakolare për shoqatën rajonale. E Teknika, autori 2 golave në ndeshjen e sotme, Zmijani, dy luftim me Safetosjen. Amarillo Belisha për veteranët e Vllaznis, kombinon me Doçin dhe ka shpërdoruar Safetosja. Shikon, pra janë emrat që të duket sigur po komenton, po transmeton Vllaznin kampionet e para disa viteve. Është Avenir Dani në port, Soad Lici, Edmond Doçi, Amarillo Belisha, Safetosja, Hysen Zmijani që për momentin është jashtë formacionit, është rejtë për paksa pushim, është dhe Altin Gjahysa, Mashi, formacioni Valmir Kurti nga Goleshinumës e dispi 4. Soad Lici kombinon me Belishin, Lici e ka shpërdoruar këtë gjuajtje nga distanca. Takimin po e gjykon një dysh arbitës me shumë përvojë. Brikens Dragusha, Bekris Dragusha dhe Agron Kastrati. Pra një aktivitet që duhet theksuar. Është një nisë me shoqatës e rajonale të futbollit Shkodër me drejtues Lazar Matia dhe sekretar i përgjithshëm i kësaj shoqate Jetmir Podgorica. E Teknika sa pa ka gjuajtur, ishte pranë tij edhe Fatmir Dautovi, një tjetër kontribues në shoqatën e veteranëve është Vajedin Pepaj, është Oliver Pepaj, është Bepin Maka në port, pak me herët luajti edhe Ermir Shimaj, ish futbollist dhe president i ekipit klubit Basanja FC. Për momentin është jashtë lojë edhe Denis Zmijani, autori i 29 golave. Vetëm një gol ka Mario Brejko që kryeson me 30 gola dhe tashmë me 2 golat e shënuar sot në këtë ndeshje nga e Teknika e ka shkuar në kuotën 29 golave, po aq sa edhe Zmijani 29 gola. Janë shumë pranë barazimit me Mario Brejkun që kryeson me 30 gola. Dhe për momentin është ai golshenuesi më i mirë i kampionatit veteranëve plus 40 master. Zhytje portierit Maka, këmbgul Safetosja përsëri Bepin Maka, portieri i shoqatës rajonale, është spektakël. Ka dhe nervozizëm në fushën e lojës. Rritet presioni, është në lojë tashmë është edhe Emir Shimaj për ekipin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, e cila vazhdon të kryesojë me rezultatin 3-2. Jetmir Podgorica, sekretar i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër.
po mbyllet me sukses një aktivitet model, duhet theksuar. Po duhet theksuar që është një aktivitet shumë model, duke marrë parasysh që marrin pjesë edhe institucionet më kryesore të qytetit të Shkodrës, dhe kjo gjë e shton seriozitetin e organizimit dhe besoj që deri në këtë moment që gjë ka shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Diçka për ballafaqimin e sotëm në final, shumë luftarak, plot emocione. Patjetër që po, në të dy ekipet kolektor që kanë luajtur në nivele shumë të larta dhe normalisht që konkurrenca ekziston. Pavarësisht moshës së tyre kanë dëshirë që më dhanë gjithmonë më të mirën dhe më e rëndësishme është edhe sjellja e tyre që është shumë korrekte në fushën e lojës. Finalja, por edhe gjithë aktivitetet zgjersuar edhe nga kolegjiumi i gjyqtarëve, ku sot po gjykojnë dy emra shumë të njohur, si Agron Kastrati dhe Bekis Dagrusha. Saktë, ato kanë një karrierë të pasur ka një karrierë të pasur si arbitra, Ka atencion të nderuar shikuesi, jo vetëm në futbollin e madh, po edhe këtu në finalen e madhe për titullin kampion në mes veteranëve të Vllaznisë që reagojnë, kanë reagime ndaj vendimeve të gjykimit, kanë një pak nasi, janë dizavantazh, kuptohet edhe tensioni. Veteranët e Vllaznisë kërkojnë ta fitojnë të trofe. Lici ka gjuajtur me forcë, ka pritur portieri Bepin Maka, e kalon tek Oliver Bepa, ka shmangur atje Soat Licin, gjithë Oliver Bepa, po është penguar nga Altin Gjahysa. Për momentin, ekipi i veteranëve të Vllaznisë po luan në portë me Avenir Danin, për vijuar me Safet Oshin, Soat Licin, Altin Gjahysin dhe Edmond Doçin, ndërkohë që ekipi i shoqatës rajonale kanë port Bepin Maken, është Ermir Vajushi, Vajedin Pepa, Oliver Pepa dhe Denis Zmiani. Takimi po gjykohet nga dyshja e arbitrave, Bekis Dragusha dhe Agron Kastrati. 3-2 është rezultati në pjesën e dytë në favor të ekipit të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër. Një goditje dënimi në favor të veteranëve të Vllaznisë është Edmond Doçi. Gjahysa është blokuar nga Shimaj dhe Zmijani. 2-0 ka qenë avantazhi fillimisht në pjesën e parë në favor të ekipit shoqatës rajonale të futbollit Shkodër me 2 golat e shënuar nga Etrit Nika, ndërkohë që pastaj ka barazuar golat e Senat Mashit dhe Suad Licit për të mbyllur me golin e Denis Zmijanit që i jep avantazhin shoqatës rajonale. Faul, kartoni verdh në dëm të ekipit shoqatës rajonale. Në këto momente ekipi i veteranëve të Vllaznisë sapo ka realizuar një ndrrim, është larguar nga fusha e lojës një nga pikat më të forta të veteranëve të Vllaznisë, Avenir Dani dhe postën e portierit e ka marrë Edmond Doçi, se është në sulmet e çështme gjuan, pra është një taktik, një variant që përdoret shpesh në mini futbollin e futsal, kur skuadra është në dizavantazh, largohet portieri dhe në port futet një sulmues i midfield që mbështet ekipin, siç është ky moment që është edhe Doçi që ka zëvendësuar Avenir Danin, por duke qenë me lojë sulmuese, shpeshherë dhe peson skuadra, por ekipi i veteranëve të Vllaznisë kërkon të përfitojë nga ky ndrim, duke aktivizuar Doçin. Edhe 7 minuta nga fundi me dije sekretari i përgjithshëm i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, arbitri shumë i njohur edhe i top listës kategorisë superiore të futbollit shqiptar, Jetmir Podgorica, që është edhe në drejtimin
e këtij aktiviteti së bashku me kryetarin Lazar Matia dhe kolegun tjetër Denis Hysen Zbjani që për momentin është në fushë. Edhe 5-6 minuta nga fundi dhe në këtë momente kupa i takon ekipit shoqatës rajonale të futbollit Shkodër që kryeson me rezultatin 3-2. Të shikojmë Altin Xhahysa, ky sulm për ekipin e veteranëve të Vllaznisë. Edmond Doçi ka lënë portën. Është në gjysmë fushën kundërshtare. Valmir Kurti ka gjutur, pastaj Xhahysa. Topi ka shkuar ngjitur me shtyllën e djathtë pingulet e portierit e Bepin Maka që ka bërë mjaft mirë sot duke evituar golat e sigurt në portën e tij dhe nëse fiton të shpallet kampion ekipi i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër merite e takon edhe portierit Bepin Maka, një pikë shumë e fortë e kësaj skuadre, natyrisht edhe golashenuesit Dopjeta e Tretnikës dhe e Denis Zbjanit kanë vend për të marrë përgëzime. Valmir Kurti për veteranët e Vllaznisë, numri 6. I sfikatur si golashenues. Doçi, përsëri Doçi ka lënë portën. Ka kombinuar me Suat Litsin për topi për Doçin. Altin Xhahysa në kanën e djathtë kombinon me Valmir Kurtin që kërkon një kombinim por nuk e arrin qëllimit. Thamë që lista golashenuesve kryesohet nga Mario Bregu me 30 gola që deri tashmë është ai fituesi i këpucës së artë të këtij turneu. Litsi gjuajtje e fort ballore kjo e Suat Litsit që ka shkuar jashtë katërkëndorit të portës e Bepin Makës para. Mario Bregu është deri tashmë me 30 gola fituesit i këpucës së artë, nuk është në lojë për momentin, por rivalet e tij janë në lojë si Denis Zbjani që ka shkuar në kuotën e 29 golave, po ashtu edhe e Tretnika 29 gola me golat e sotëm dhe 28 gola është Valmir Kurti, pa luftë fort sportive dhe për këpucën e artë. Safetosja për Altin Xhahysen, Xhahysa kombinon me Litsin, pastaj Osja, përsëri Xhahysa, vjen goli, barazim 3-3, një kombinim ideal mes Xhahysës, Litsit dhe finalizon Osja. Safetosja është autori i golit të tretë, barazim 3-3. Barazim dramatik pikërisht në fundin e kësaj ndeshje që patjetër tashmë kërkon shtesë apo penalti. Podgorica me bën me dije do të jetë një shtesë 2 orë nga 5 minuta nëse mbyllet me këtë rezultat koha rregull që është drejt mbylljes. 2-3 minuta nga fundi ka më tepër moral në këtë moment ekipi i veteranëve të Vllaznisë. Ekipi i cili barazoi në këtë moment në çastet e fundit me Safetosjen. Ishte Xhahysa, Litsi, Osja, kombinim si në kohën e Armando Congut që dhuroi golin e barazimit. Apo jo Congu, emocione shumë. Shumë i bukur, aksion i bukur, normalisht që eksperjenca e lojtarëve të Vllaznisë, edhe qetësia e tyre banet mujtën që me barazu lojën pothuajse në përfundim të saj, kështu që do të shohim, besoj që do të shkojnë drejt një shtese. Kush e fiton sipas jush trofeun? Është e vështirë, janë aty, që besoj që Vllaznia thash edhe më përpara me eksperiencën që ka, mund të zjarrin diçka më tepër, por gjithsesi edhe ekipi i shoqatës rajonale janë shumë aktiv dhe kanë edhe kualitet e cilësi më rëndë që gjithçka mund të ndodhin. Të kthehemi në fushën e lojës kur janë momentet e fundit të pjesës së dytë. Barazim 3-3, shoqata rajonale në kërkim të golit fitores është Oliver Pepa, kombinon me Tretnikën, krahun e majt Gjitjenika është blokuar nga Valmir Kurti që me një fintet e tij ka kërkuar kombinimin me Osjen, por e ka shpërdoruar.
Shumë emocione, shikojmë edhe kryetari i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, Lazar Matia, që është edhe trajner i shoqatës rajonale, që ishte shumë pranë fitores së trofeut, por u barazua nga ekipi i veteranëve të Vllaznisë. 3-3 vazhdon në baraspesha. Denis Zbijani për ekipin e shoqatës rajonale, është trajner i ekipit klubit të Shkodra. Denis Zbijani, kemi 2 Zbijan në fushë, Hysen Zbijanin për veteranët e Vllaznisë dhe Denis Zbijanin për shoqatën rajonale. Shumë emocione. Pritej të kishte rivalitet, të kishte grind, luftë fort sportive dhe ashtu ndodhi. Dhe sidomos pjesa e dytë është fantastike. Ka një publik të admirueshëm që po e ndjek këtë finale, edhe 60 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes, gjyqtarët Dragusha dhe Kasrati gati për të vëshëllyer mbylljen e ndeshjes. Momenti është tashmë për shoqatën rajonale. Vajdin Pepa kombinon me Olivier Pepën, kemi 2 Pepa. Denis Bjanin e kraun e majt. Mundësia për shoqatën rajonale të futbollit Shkodër të përfitojë, është aksioni për të, janë sekondat e fundit. Vajdin Pepa tek Olivier Pepa ka gabuar në pas dhe por e rikuperon Olivier Pepa. Furnizon me njëre Tritinikën, Golëshenusin Espikatur të shoqatës Nika, gjithë Nika është drejtuar tek zona e rrëtsisë dhe ka debate Nika Lici dhe pretendon të Nika për një faul të Suat Licit, por nuk janë të mendimit të arbitrat. Safet Osja me topë zotërim dhe vjen vëshëllima 3 herë gjyqtarit Dragusha, mbyllet koha rregullt, pjesa e dytë e ndeshjes finale. Shoqata rajonale e futbollit Shkodër dhe ekipi i veteranëve të Vllaznisë, barazim 3-3. Si shta më herët, tashmë duhen 2 shtesa nga 5 minuta për të përcaktuar ekipin kampion. Gjyqtarët e takimit Agron Kastrati dhe Bekist Dragusha sarën dhe lojtarët përkatës për vendimet e tyre. Një finale me të vërtet interesante, që thamë që po ndiqet me interes dhe nga i deleguari i Federatës Shqiptare të Futbollit, antari i Komitetit Ekzekutiv Armando Cungu, që eftojmë të jetë paksa ballor me kamerën tonë dhe t'i marrim edhe një mendim tashmë edhe për mbylljen e ndeshjes kohës së rregullt. Cungu, barazim 3-3. Po, besoj rezultati drejt për atë që ka punuar 2 ekipet në fushën e lojës. Po që do qoftë është në presim edhe shtesën për të pa dhe për të parë verdiktin përfundimtar të kësaj ndeshje. E parashikone se mund të ishte një luftë të tillë, një baraspeshë dhe ky emocion sot? Po, parashikoj, sepse tjetër gjë është të lush në fushë të madhe, tjetër gjë në ambiente të mbyllura dhe të reduktuara, por edhe ekipi i shoqatës thash më përpara ka lojtarë cilësor mbrëm, as më tepër janë edhe pak më të rinë në moshë, kështu që edhe fizikisht duken më të lehtë dhe natyrshëm që janë rival të denj për këtë finale. Nga kjo finale shumë interesante, një tjetër finale nesër pasdite në stadiumin e Vorës, Vora Vllaznia, kategoria superiore Vllaznia, kryesuese për titull, Vora për mbijetesë. Edhe ajo është ndeshje, siç e thotë, jo më shumë drejtë ndeshje finale, sepse tashmë edhe këtë javë që kanë me të fundit, çdo ekip kërkon të marrin maksimumin, si ato të kreut edhe ato që janë për mbijetesë. Edhe nuk do të jetë lehtë, sepse Vora kërkon me çdo kusht pikë, për shkak të edhe pozicionit që ndodhet tabelë. Njëtën kohë Vllaznia kërkon pikë të veta për të vazhduar për të qenë kryesuese dhe për të pas një farë shkputje nga ekipet tjera që ndjekun. Kështu që shpresojmë që Vllaznia të bëjnë më të mirën dhe të mos nalet në hapin që ka. Faleminderit Armando Cungu, rikthehemi në fushën e lojës, nis në këtë moment shtesa e parë prej 5 minutash. Barazimi 3-3 vazhdon të jetë në fuqi. Ishte shumë pranë trofeut shoqata rajonale Shkodër, e futbollit Shkodër, por barazoi në çastet e fundit ekipi i veteranëve të Vllaznisë me Safet Osqen.
kur Behret kishte shënuar edhe Suat Digji dhe Senat Marshi, ndërkohë që golat për ekipin shoqatës rajonale të futbollit Shkodër janë shënuar 2 nga Etritnika dhe 1 nga Denis Zbijani. Luftë fort sportive dhe për trofeun Këpuca Art deri në këtë moment është Mario Brego. Mario Brego është fitues me 30 gola, por kërcënohet nga Etritnika dhe Denis Zbijani që kanë nga 29 gola. Dhe kanë mundësi në këto 10 minuta shtesës, nëse shënojnë të barazojnë rivalin e tyre nga Robregu. Topi gjatë i Bepin Makes. Safetos që janë në këtë momente. Kombinon me Edmond Docin, vazhdon tjetër informacion që luajtin e fundin e pjesës së dytë për veteranët e Vllaznisë, është larguar portieri Avenir Dani që bëri mjaft mirë, por duke kërkuar lojë sulmuese, si ndodh shpesh në lojën e futsallit dhe mini futbollit. Kur kërkohet lojë sulmuese, largohet portieri dhe në fushë është një futbollist aktiv, siç është në këtë moment Edmund Doçi për ekipin e veteranëve të Vllaznisë. Në lojë aktivizohet edhe Valmir Kurti në këtë moment, largohet Suat Lici. Ka ndrime të shpeshta mes futbollistëve. Doçi nis kjo aksion e shoqatës i veteranëve të Vllaznisë, fort kjo gjujtje e majtë Doçit, por e ndjek pa problem e vëzhgon portieri Bepin Maka dhe topi përfullon jashtë. Kemi një problem dëmtimi tek veteranët e Vllaznisë. Stafi miksor është shumë pranë dhe në këtë moment unë përfitoj nga rasti, ftoj pranë mikrofonit Lazar Matin, pikërisht kryetarin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, presidentin e Vllaznisë në futboll për femra, por njëherë edhe trajneri i ekipit finalist shoqata rajonale të futbollit Shkodër. Matia, finale shumë emocionuese. Lojë e bukur, aktivitet shumë i bukur, me thënë vërtetën. Për te rezultatit është kjo aktivitet është diçka shumë e mirë. Mendoj që është një aktivitet që shkojnë formën më të mirë. Nuk është rezultati qëllimi jona si asnjëri për këtyne, megjithëse rezultati në futboll është i pashpamshëm. Mendoj që ky aktivitet duhet promovu, duhet mbështetë që të vazhdojmë edhe vite të tjera, sezone të tjera që përfshim sa më shumë edhe moshat e mëdha, sepse futbolli nuk është vetëm për fëmijët, për të rinjt, por është edhe për këto që e kanë kryer ciklin e futbollit profesionist dhe ky sport i afron edhe këto mosha. Kjo është edhe qëllimi jonë që në sezonin e ardhshëm të arrisim këtë numrin e sportistave dhe të ekipit që marrin pjesë te kampionati. Faleminderit Matia, rikthehemi tek emocionet e fushës. Është rikuperuar Artil Xhahysa që mori një dëmtim. Bepin Maka, portieri i rajonales së futbollit, e kalon tek Etritnika. Dhe portieri Doçi Hysen Zbijani në fushë. Shoqata rajonale pranë golit e 4 dhe ka shënuar Denis Zbijani. Denis Zbijani kalon në avantazh shoqatën rajonale, goli i dytë i tij në këtë finale, 2 gola Etritnika, 2 gola Denis Zbijani dhe 4-3 për ekipin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër që është përsëri në avantazh, ka qenë vazhdimisht në avantazh. Fillimisht në pjesën e parë 2-0 me dobjetën e Etritnikës, pastaj kanë barazuar veteranët e Vllaznisë me Mashin dhe Licin, ka ardhur goli tjetër i avantazhit për shoqatën rajonale me Denis Zbijani, ka barazuar Safetosja për veteranët e Vllaznisë dhe tashmë është goli i 4 përsëri me Denis Zbijanin që jep avantazhin kryesimin ekipit të shoqatës rajonale që është pranë fitores mbyllet shtesa e parë prej 5 minutash. Edhe 5 minutat e tjera do të jenë betejë në fushën e lojës.
Shikojmë edhe shenja lodhje për momentin, sepse një finale e vërtet, edhe me 2 shtesa, por edhe pse ngarkesa është e madhe, ka freski, edhe pse ne theksuam se ka shenja lodhje, por ka freski tek pjesëtarët në fush. Veteranat e Vllaznisë do ta nisin këtë shtesë të dytë me Edmond Doçin në port, përdhijuar me Valmir Kurtin, Amarildo Belishën, Hysen Zmianin dhe Safet Osjen. Në krahun tjetër e Tritnika, Denis Zmiani, Vahedin dhe Oliver Pepa dhe Bepin Maka në port. Topi për veteranat e Vllaznisë të futbollit, Doçi Osja është kombinimi, ka lënë portët Doçi, kërkon mbështetjen e sulmit, por rrezikon duke u shkëputur kaq larg nga porta. Doçi kombinon me Belishën, faul i shkaktuar në dëm të Valmir Kurtit. Një mundësi e mirë për ekipin veteranët e Vllaznisë të barazojë rezultatin. Është Belisha dhe Hysen Zmiani pranë topit. Zmiani ka kombinuar me Doçin që e shpërdoron në këtë top. Vazhdon në fuqi rezultati 4-3 për ekipin e shoqatës e rajonale që është pranë titullit kampion. Tashmë janë momentet decisive, momentet finale, kalojnë sekondat, kalojnë minutat. Rezultati është në avantazh 4-3 për ekipin e shoqatës rajonale. Protestat e ekipit të shoqatës rajonale pretendojnë për 2 vendime të shpejta në dëm të ekipit të tyre. Doçi kombinon me Hysen Zmianin. Zmiani mullohet Tafa, kërkon të befasoj portierin Edmond Doçi që kishte lënë portën, por gjujtë ishte e gabuar. Doçi nis aksionin futbollistë veteran të Vllaznisë, ka gabuar Zmiani, Denis Zmiani, gjithnjë ai kombinon me Tritniken që gjuan në mënyrë të gabuar. Hysen Zmiani për veteranat e Vllaznisë. Gjithnjë Zmiani, gjuajtja e tij e fortë, e drejt për drejt, por pa arritur të rrezikojë portën e mbrojtur nga Bepin Maka, që në këtë ndeshje mund themi ka qenë ndër më të mirët në fush për ekipin e tij. Të 2 portierët kanë qenë në lartësinë e dur, Avenir Dani në krahun e veteranëve të Vllaznisë dhe Bepin Maka tek ekipi i shoqatës rajonale të futbollit të Shkodër. Përsëri faul në favor të ekipit të Vllaznisë. E treta radhazi në këtë shtesë të dytë. Osja për Belishën, Hysen Zmiani në krahun e majt, Belisha, ngull Osja, topi për rajonalen e futbollit Shkodër që pa e kontrollon me smiri të mbylljet e ndeshjes. Vahedin Pepa mbulohet nga Safet Osja. Valmir Kurti në aksion për ekipin e tij, ka gabuar Vahedin Pepa. Sulmi është për rajonalen dhe ka gjuajtur, ka shënuar golin e 5. Admir Hysa, ky në plan të parë, ky është protagonist. Admir Hysa ka shënuar golin
e 5 dhe golin pothuajse të fitores 5-3 për shoqatën rajonale. Thuajse është fituese. Trofeu ka shkuar tek skuadra që kryesoi që në fillim të takimit. Hysa e finalizoi, por nuk dorëzohet ekipi veteranëve, nuk e dim kohën, kërkojmë ndihmën e kolegut Jetmir Podgorica. Minuta e fundit thekson gjyqtari minjor i futbollit, top listës së Superligës, Jetmir Podgorica, por edhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër. Ka shumë pak për të përmbysur, 5-3 kryeson shoqata rajonale e futbollit Shkodër. Se kam poshtur deri në këtë momente yjet e futbollit shkodran. Në të vërtetë emrat e vllaznisë kampionin vite. Edhe pak sekonda dhe pritet të dëgjohet vërshëllima përfundimtare e mbylljes së kësaj finale, ku me pas do të jetë edhe ceremonia e mbylljes së aktivitetit, ku do të dorëzohen edhe kupat përkatëse për ekipin kampion, si dhe për Dërshënusin më të mirë dhe mbyllet e gjithë ndeshja. Dragusha dhe Kastrati vërshëdhejnë mbyllet e gjithë ndeshja. Fiton 5-3 ekipi i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, duke mposhtur ekipin e veteranëve të vllaznisë me emra të tillë si Hysen Zvijani, Edmond Doçi, Avenir Dani, Safet Toçja, Marildo Belisha, Altin Gjahysa, Valmir Hysa, Senat Mashi, e të tjerë të cilët e luajtin në këtë ndeshje finale, por natyrisht që suksesi shkon tek ekipi i veteranëve, ekipi i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, i cili fitoi me shifrat 5-3. Tashme po përgatitet ceremonia e mbylljes, shumë shpejt do të jetë në këtë momente. Janë 2 kupa, janë edhe medaljet. Ne do të vijmë të jemi live për gjithë amatorët e sportit shkodran dhe me gjërë.